Assalamu ala al-Husayn, wa ala Ali ibn al-Husayn, wa ala auladi al-Husayn, wa ala ashabi al-Husayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Paqja qoftë mbi Hysejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Hysejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Hysejnit, paqja qoftë mbi shokët e Hysejnit, paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju të dashur vëllezër dhe motra. Në ajetin 88 të surës Hud, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, in uridu illa l'islaha ma stata'at. Unë nuk dua tjetër përveç reformimit, aq sa ka mundësi. Ky ajet fisnik, megjithse është pjesë e fjalës së profetit Shuaib, paqja qoftë mbi të, ai përshkruan në mënyrë të përkryer edhe misionin e Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të. Ngritja e Imam Hysejnit nuk ishte për pushtet, as për pasuri, as për famë. Ajo ishte një lëvizje reformuese për të shpëtuar fenë dhe ummetin nga devijimi. Kemi ardhur në fillim të muajit të shenjtë Muharram. Në këtë muaj fillon viti i ri i Hijrit, që ju auroj të gjithë besimtarëve musliman kudo që jenë. Gjithashtu, ky muaj i shenjtë përmban në vetvete një ngjarje të hidhur, të dhimbshme për ummetin islam. Dhe kjo është ndodhia e Kerbelas, në të cilën u masakruan familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, me në krye prisim e të rinjve të banorëve të xhennetit, Imam Hysejn, paqja qoftë mbi të, së bashku me fëmijët e tij, së bashku me shokët e tij besnik. Në këtë ndodhi të hidhur për të Kerbelas, u morën robresha, vajzat, gratë e familjes profetike. Për të kuptuar më mirë kryengritjeve e Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të, duhet hedhur vështrimi mbi disa çështje. E para, gjendja e ummetit islam para Kerbelas. Pas vdekjes së Muaviut, pushtetin e mori Jezidi, një njeri i njohur për shkeljen e hapur të normave islame. Problemi nuk ishte vetëm personaliteti i Jezidit, por fakti se ai përfaqësonte shndrimin e kalifatit islam në një mbretëri trashëgimore. Feja para Kerbelas po humbiste përmbajtjen e saj morale dhe shpirtërore. Emri i islamit ishte i pranishëm, por vlerat e tij po zhdukeshin gradualisht. Në këtë situatë, heshtja e Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të, do të nënkuptonte miratim të padrejtësisë. Prandaj, ai deklaroi dhe tha: unë nuk dola për mendjemallësi, as për argëtim, as për të bërë padrejtësi.
dhe as për të përhapur korrupsion, shturje. Unë dola vetëm për të kërkuar reformimin e umetit të gjyshit tim, pra të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dua të urdhroj për të mirën dhe të ndaloj nga e keqja. Pra, ky ishte qëllimi i Imam Husajnit, paqja qoftë mbi të. Çështja e dytë që duhet hedhur vështrim mbi të, refuzimi i padrejtësisë. Një nga qëllimet kryesore të lëvizjes së Imam Husajnit, paqja qoftë mbi të, ishte refuzimi i padrejtësisë, sepse ehli bejti i pastër i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nuk e pranojnë padrejtësinë. Ata janë të drejtë dhe kundërshtuesit e padrejtësisë. Imam Husajni alayhi salam nuk pranoi të jepte besën Jezidit, sepse kjo do të nënkuptonte legjitimin e tiranisë, e zullumit, e shtypjes. Dhe për këtë, Imam Husajni, paqja qoftë mbi të, tha, një njeri si unë nuk i jep besë një njeriu si ai, pra si Jezidi. Sepse pra për të dy këto personalitete, pra Imam Husajni dhe Jezidi, përfaqësojnë dy pole shumë të larta me njëri tjetër. Imam Husajni alayhi salam është simboli i mirësisë, i pastërtisë, i nderit, dinjitetit dhe i unitetit, i vllazërisë, ndërsa Jezidi është e kundërta. Simboli i së keqjes, i sherrit, i korrupsionit, i degenerimit, i padrejtësisë, e të tjera, e të tjera. Karbelaja, të dashur vëllezër dhe motra, na mëson se besimtari nuk duhet të pajtohet me drejtësinë, qoftë ajo politike, ekonomike, shoqërore apo familjare. Sepse Islami na fton që të jemi të drejtë. Në surën Nahl, Allahu i Madhur thot: "Inna Allaha ya'muru bil 'adl." Me të vërtet, Allahu urdhëron për drejtësi, dhe të tillë duhet të jemi në ne. Në një hadith kutsi, Allahu thot që o robët e mi, unë ja kam ndaluar vetes time pa drejtësinë, prandaj edhe ju mos i bëni pa drejtësi njëri tjetrit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: kush sheh një sundues tiran që e bën të lejuar atë që e ka ndaluar Allahu dhe nuk e kundërshton me fjalë apo me vepra, Allahu do ta ringjall me atë, pra me atë sundimtar, tiran dhe të padrejtë. Prandaj, heshja përballë padrejtësisë nuk është neutralitet. Shpeshherë ajo bëhet bashkëpunim me të me padrejtësi, pa nëse hesh. Duhet gjithmonë pra ta refuzojmë padrejtësinë, ashtu siç veproi Imam Husajni alayhi salam, i cili u ngrit për të refuzuar padrejtësinë e Jezidit dhe të dinastisë e Mevitë të asaj kohe. Çështja e tretë është reformimi i umetit. Fjala kyçe e lëvizjes dhe ngritjes Imam Husajnit alayhi salam ishte al-islah, pra reformimi. Ai
nuk kërkoj shkatërimin e ummetit, por përmirësimin e tij. Reformimi fillon nga besimi, morali, familja dhe shoqëria. Shumë njerëz mendojnë se problemi gjithmonë është te të tjerët, por Kurani i Shenjtë në ajetin 11 të surës Ra'd na mëson e na thot: Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë atë që është në veten e tyre. Karbelaja na mëson se reforma e shoqërisë fillon nga reforma e vetes së çdo individi. Nëse individët e shoqërisë janë të drejtë, janë punë mirë, janë të sjellshëm, në shoqëri do të sundojë drejtësia, morali i mirë, sjellja e mirë, vllazëria, bashkimi, solidariteti. Nëse është e kundërta, pra nuk gjendet në shoqëri as morali, as sjellja e mirë, në atë shoqëri do të sundoj e keqja. Zoti na ruaj. Çështja e katërt është ringjallja e vlerave islame. Kur Imam Hysejni a.s. u ngrit, shumë për vlerave islame ishin zhdukur në atë kohë. Ishin zbehur dhe ishin drejt zhdukjes. Njerëzit falnin namaz, por shpesh u mungonte drejtësia. Lexonin Kuranin, por nuk vepronin sipas tij. Ashtu siç është edhe sot. Fatkeqësisht. Imam Aliu paqja qoftë të ka thënë: nuk mbetet nga Islami veç se emri i tij, dhe nuk mbetet nga Kurani veç se shkrimi i tij. A nuk kemi vërtet edhe ne në këtë kohë? Shumë pretendojmë se jemi ndjekës të Islamit, por a jemi vërtet të tillë? Shumë pretendojmë se jemi ndjekës të Kuranit, valla, jemi vërtet për ndjekësve të Kuranit, për zbatuesve të Kuranit? Apo jo? Kerbelaja erdhi për të rikthyer ummetit drejtësinë, sinqeritetin, sakrificën, përgjegjësinë dhe besnikërinë ndaj Allahut fuqiplot. Prandaj, mund të themi se gjaku i Imam Hysejnit paqja qoftë mbi të, i dha jetë përsëri mesazhit islam. Gjaku i Imam Hysejnit e vaditi pemën e Islamit, frytet e të cilës i gëzojmë edhe ne sot, duke të dëgjuar pra edhe ezanin 5 herë në ditë, duke parë ose duke kryer edhe adhurimet, dhe kjo pra fal sakrificës së nipit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, Imam Hysejni paqja qoftë mbi të. Dhe çështja 5 që duhet hedhur dritë mbi të, duhet vështruar mirë, është çfarë do të thotë të jesh reformues sot në këtë ditë. Shpeshherë mendojmë se reforma kërkon domosdoshmërisht pozita të larta, por Imam Hysejni paqja qoftë mbi të na mëson se çdo njeri mund të jetë reformues. Çdo njeri mund të jetë reformues në familje, duke edukuar fëmijët me vlerat islame dhe duke përhapur dashuri dhe respekt në mesin e njerëzve.
Çdo njeri mund të jetë reformues në shoqëri, duke luftuar korrupsionin, të keqen, degenerimin, e çdo lloj forme dhe ngjyre, dhe duke mbrojtur të vërtetën dhe të drejtën. Çdo njeri mund të jetë reformues në komunitet, duke ndihmuar të varfërit, jetimët, të dobtit, dhe duke mbrojtur edhe drejtësinë. Çdo njeri mund të jetë reformues në jetën personale, duke luftuar egon, duke u larguar nga mëkatet dhe duke u afruar me Allahun e madhëruar. Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, nuk kërkon prej nesh që të vdesim pra në Kerbela. Ai kërkon që të jetojmë sipas vlerave të Kerbelas, të cilat janë të gjitha vlera islame, vlera humane, vlera për çdo kohë dhe për çdo vend. Të dashur vëllezër dhe motra, mesazhet kryesore për atë kësaj teme pse ngrit Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, janë: e para, ngritja e Imam Huseinit ishte për reformim, jo për pushtet. E dyta, besimtari nuk duhet të pranojë padrejtësinë. E treta, reforma fillon nga vetja. E katërta, vlerat islame duhet të ringjallen në çdo kohë. Dhe çdo besimtar duhet të jetë reformues në familje dhe në shoqëri. Kerbelaja nuk është vetëm ngjarje historike. Ajo është shkollë e përhershme reformimi. Ajo na mëson lirinë, besnikërinë, besimin e patundur, durimin. Kur kujtojmë Imam Huseinin, paqja qoftë mbi të, duhet të pyesim vetët tona: apo e luftojmë padrejtësinë në jetën tonë ashtu siç veproi Imam Huseini? Apo përmirësojmë veten dhe shoqërinë tonë ashtu siç bënte Imam Huseini? Apo mbrojmë të vërtetën edhe kur ajo ka kosto, ashtu siç veproi Imam Huseini? Nëse përgjigja është po, atëherë ne po ecim në rrugën e Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të. Nëse jo, atëherë le të llogarisim vetat tona. Le të studiojmë mirë historinë e Kerbelas dhe jetën e Imam Huseinit alayhis salam, i cili u martirizua për të reformuar ummetin islam dhe për të ruajtur dhe mbrojtur mesazhin që solli i dashur i zemrave tona, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Të dashur vëllezër dhe motra, inshallah në këto 10 ditë të para të muajit Muharram, ne do të jemi pra në këtë transmetim live me tema të ndryshme, me shpresën dhe ndihmën e të Madhit Zot. Paqja qoftë mbi Imam Huseinin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Imam Huseinit, paqja qoftë mbi fëmijët e Imam Huseinit, paqja qoftë mbi shokët e Imam Huseinit, paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.